Të reja ashtu si kundër pritej në listat e hapura, në listat e mbyllura. Janë lënë njerëzit e rinj të kenë një përleshje luanësh, po themi kështu, në listat e Partisë Demokratike, aty ku vota është e pa sigurt? Së pari, gazetari që raportoi, për mua nuk e ka informacionin të saktë. Debati kryesor bëhet në kryesinë e Partisë Demokratike, sepse sigurisht është një forum më i vogël, më i menaxhueshëm. Këshilli Kombëtar është një forum shumë i madh, disa qindra, kështu që detyrimisht paksohet mundësia e debatit. Por në kryesi u bë me orë të tëra goxha debat. Edhe në Këshilli Kombëtar ka pas debate. Pra ne po them që gazetari se ka pas informacionin tamam si duket për debatet që kanë qenë në kryesinë e Partisë Demokratike, sepse është normale, është një proces shumë i rëndësishëm, partia bëhet gati për të futur në zgjedhje. Për sa i përket listave, do të keni parasysh që kur hartohen listat ka një kontekst historik, ka një kontekst legislativ, regulativ, ka një kontekst ideologjik, ka një kontekst strategjik. Po pse, për çështja është pse kanë frikë deputetët e Partisë, domethënë kandidatët e Partisë Demokratike të dalin në listë të hapur. Askush nuk ka frikë, unë jam tashmë një politikan i vjetër i Partisë Demokratike, ose në thonjze i vjetër, jo fort i ri, u bën shumë vjet tashmë, dhe me shumë kënaqësi kam garu në listë të hapur në një qytet që kam preardhjen përandej. Edhe me shumë kënaqësi kam vajt, është dhe natyra ime që më pëlqen sfida, duhet ta provoj sfidën edhe të shkoj atje.